Sikurse e ka paralajmëruar gjatë këtyre ditëve, Partia Demokratike vijon me protestat e saj përpara kryesisë së Kuvendit për t'i kërkuar kreut të këtij institucioni largimin e tij. Edhe pas ditën e së martës, antarët Forumit Rinor të Partisë Demokratike kanë protestuar me pankarta në duar duke kërkuar dorëheqjen e Ilir Metës. Me thirrjet me Taik, të rinj të mbështetur edhe nga deputeti Myqerem Tafaj, kanë kërkuar një zëri largimin nga posti kryetarit të Kuvendit Ilir Meta për t'i dhënë mundësi drejtësisë ta zbardhë çështjen Doshi në mënyrë të pavarur. Varfëri, terror dhe dhunë. Sikur të mos fjaftonte kjo, përpara 3 javësh u bë publik një skandal i pa imagjinueshëm për një vend të lirë dhe demokratik. Nga vetë brenda mazhorancës, një deputet bëri publik një skenar për vrasjen e 2 deputetëve dhe akuzoi kryetarin e parlamentit dhe deklaroi se kryetari i parlamentit, kryeministri dhe ministri i brendshëm e kishin ndjeni për këtë skenar që prej 6 muajsh. Nëse do ndodhte kjo në çdo vend të lirë, brenda një ore do të kishin dhënë dorëheqje të gjithë ata që janë të përfolur në këtë skenar. Por ai që përfol me emër dhe mbiemër është kryetari i parlamentit. Dhe Partia Demokratike dhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha me njëherë kërkoi dorëheqjen e kryetarit parlamentit. Tubimi e ka patur me herët edhe gjatë paradites ku kanë qenë të pranishëm edhe deputetë të tjerë të opozitës. Të djathtë kanë vendosur që çdo ditë të protestojnë derisa kreu i Kuvendit të jap dorëheqjen dhe të hetohet për çështjen Doshi si një deputet i thjesht. Grumbullimet më të mëdha pritet organizohen me të njëjtën kauzë çdo të enjte përpara parlamentit, ku zhvillohen seancat plenare.